E mbaj mandërën, jo parfumin e tij, por ërën e lëkurës së tij pas dushit, diçka të pastër, si pambuku i tharë në diel. Ishte hera e parë që isha kaq afër një djalë. Emri i tij ishte Ardi. E kisha parë nëpër korridore të shkollës, por kurrë nuk e kisha vënë re përpara asaj mbrëmjeje. Ishte një nga ato netët e verës kur ajri të ngjitet në lëkurë dhe ti ndihesh më e guximshme se qije në të vërtetë. Kishim dalë me disa miq. Pim nga ato pije të ëmbla që të fusin në gjumë pa e ditur. Dhe pastaj, pa pritur, u gjenda vetëm me të në taracën e shtëpisë së tij. Hëna ishte aq e madhe sa dukej sikur po na shikonte me sy të hapur. Ai më puthi i pari. Nuk ishte puthja ime e parë, por ishte puthja e parë që më bëri të harroja të merrja frymë. Buzët e tij ishin të buta, por duart e tij ishin të vendosura. Njërën e kishte në belin tim, tjetrën në qafën time, duke më mbajtur sikur kisha për t'u thyer. Je nervoze? Më pëshpëriti në vesh. Trupi im dridhej, por unë tunda kokën, gënjeshtare. Ishte hera e parë që do ta bëja, jo vetëm me të, me këdo. Dhe ajo që më tremte më shumë nuk ishte dhimbja, ishte të qeni të zhveshur. Jo fizikisht, por aty brënda. Të tregoja pjesën time më të butë dikujt që nuk e njihja vërtet. Por ai ishte i duruar, më zuri për dore dhe më çoi brënda. Dhoma e tij kishte një dritë të verdhë të ngrothë, si ajo e qirinjve, por pa qirinj. Në mur kishte një poster të Bob Dylan, gjë që më bëri të qesh. Çfarë? Më pyeti. Asgjë, thjesht, nuk të mendoja tip me poet të vjetër. Bob Dylan nuk është poet, është profet. Në atë moment kuptova se ky djalë ishte ndryshe. Jo sepse fliste bukur, por sepse më bënte të ndihesha sikur nuk isha vetëm në atë dhomë, në atë frikë. Filoj të më puth përsëri, por më ngadal këtë herë. Sikur po më mësonte diçka që trupi im e dinte tashmë, por unë nuk e kisha lejuar kurrë të fliste. Më zbërtheu bluzën sikur ishte diçka e shenjtë. Më puthi mbi supe, mbi klavikul, mbi atë gropëzën e vogël poshtë qafës që as që e dija se ekzistonte. Mund të ndalojmë kur të duash, tha. E dashur, e ndyr e ti. Por unë nuk doja të ndalonim, doja të dija se si ishte. Doja ta pushoja atë kureshtje që më kishte djegur netve kur shoqet flistin për të dhe unë boja sikur flia. E vendosa dorën mbi gjoksin e tij. Rrahjet e zemrës së tij ishin të shpejta, po aq sa të mijat, dhe kjo më qetësoi. Nuk ishte vetëm frika ime, ishte e jona. Eja këtu, i thash, duke e tërhequr nga brezat e pantalonave. Ai më shikoi sikur po kërkonte leje edhe një herë. Një herë të fundit para se të kalonte atë vijë që nuk kalohet 2 herë. E putha unë atë herën, fort, me gjithë atë guxim që kisha grumbulluar prej muajsh. Dhe pastaj, kur trupi im ishte gati, kur çdo frikë ishte shndëruar në një lojë etjeje të çuditshme, i pëshpërita në vesh. Jo me zë të lartë, por me atë zë që del vetëm kur s'të dëgjon askush përveç atij që ke përballë. Ma fute sa fel. Fjalet e mia e bën të ndalonte për një sekond. Ashtu si që ndalet era para stuhis. Ai më shikoi në sy dhe pash diçka aty, jo habi, jo frikë. Pash butësi. Një butësi aq të madhe sa më dhimbte. Je e sigurt? Më pyeti përsëri. Më shumë se kur. Dhe ai e futi. Në fitlim ishte vetëm një ndjesi e çuditshme. Jo dhimbje siç më kishin thënë, por diçka më e thellë. Një ndjesi se po mbushej një hapësirë që as që e dija se ishte bosh. E puthja atë, por syt më ishin hapur. Doja ta shikoja në atë moment. Doja të më shikonte ai mua. Je mirë, pëshpëriti. Bali i tij ishte i lagur. Mos u ndal, i thash. Dhe ai nuk u ndal, por as nuk u fut si të isha një gjë. Ai u fut si të isha një shtëpi ku donte të qëndronte, ngadal, duke më pyetur me çdo lëvizje nëse isha ende aty, nëse isha ende e tërë. Gjithçka zgjati pak, më pak se sa mendoja, por ato pak minuta më ndryshuan më shumë se gjithë vitet e mia deri atëherë.
sepse në ato minuta unë nuk isha thjesht një vajzë që provonte për herë të parë. Isha një grua që zgjidhte të mos kishte frikë. Isha një trup që më në fund pushonte së qeni sekret. Isha unë, e gjitha unë, dhe ai më mbante si kur isha e çmuar. Pas gjithçkaje ushtrim krah për krah, ai më puthi flokët, unë i putha dorën. Ishte mirë, më pyeti. Qesha, e po, qava pak, të dyja bashk. Ishte më shumë se mirë, i thash. Ishte hera e parë që ndjeva diçka pa e menduar më parë. Ai më shtrëngoi më fort. Dhe si ndihesh tani? Mendova për pak qast. Mendova për ato fjalët e mia, ma fute sa thell. Ishte e vërtet, i kisha thënë atij ta fuste sa më thell. Por tani e dija, thellësia nuk matet me centimetra. Thellësia matet me sa prej teje je gati t'ia japësh tjetrit. Dhe unë atë natë i dhash gjithçka. Tani ndihem e lirë, i thash. Dhe ishte e vërtet, që atë natë nuk kam pasur më kur frikë të them atë që dua, as në dashuri, as në jetë. Sepse mësova se guximi më i madh nuk është të bësh diçka për herë të parë. Guximi më i madh është ta duash atë përvojë edhe kur mbaron. Të mos kesh turp për atë që kërkove. Të mos harrosh se si ndjeheshe kur ishe plotësisht e zhveshur, jo vetëm në trup, por në shpirt. Ardi dhe unë nuk qëndruam bashk. Jeta na çoi në rrugë të ndryshme. Por sa herë që kujtoj atë natë, nuk kujtoj dhimbjen apo sikletin e parë. Kujtoj dritën e verdhë në dhomën e tij. Kujtoj posterin e Bob Dylan. Dhe kujtoj fjalët e mia. Ato fjalë që i thash me një zë që nuk e kisha dëgjuar kur më parë. Ma fute sa fel. Sepse ndonjëherë, gjërat më të thella në jetë nuk janë ato që maten. Janë ato që ndjehen. Dhe unë atë natë ndjeva se si është të mos kesh më frikë nga thelësia. Tani, sa herë që kam frikë nga diçka e re, një punë e re, një qytet i ri, një dashuri e re, kujtoj atë gjallë dhe atë dhomë. Dhe i them vetes, po e bëre dot atë natë, e bën edhe këtë. Dhe e bëj, gjithmonë.